Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, si dhe kabineti i kryetarit kanë pritur ekselencën e saj, ambasadorën e Finlandës, Eva Mari Laksonën. Ku pas një takimi të përzemërt, kryetari Totaj tha se ne kemi raporte shumë të mira me ambasadorën. Njësoj mirë kemi kaluar edhe me ish ambasadorin e tani dhe me zonjën ambasadore. Sot kemi bashkë biseduar edhe për traditën dhe kulturën organizative të festivaleve të muzikës rock e shumë të tjera, e pastaj edhe për skenën politike si dhe për faktin e zhvillimeve politike se si do të bëhet pas zgjedhjeve. Po besoj se do të bëhet mirë, tha kryetari Totaj. Po na kemi raporte shumë të mira tradicionale me ambasadën e Finlandës edhe me ish ambasadorin Nisinen. Tash ambasadori Ari ka ardhur dhe si pas gjitha gjastave dhe vazhdojmë një bashkëpunim shumë të mirë. Natyrisht bisedum për temat ndryshme, po më shumë të bisedum për bashkëpunimin edhe kulturor, edhe ekonomik në mes të Kosovës dhe të Finlandës dhe në mes të ambasadës Finlandës, sepse ne kemi pas një bashkëpunim të organizimit rock festivalit, i cili ka shkuar shumë mirë, edhe jam shumë i sigurt që në termen do të gjejmë bashkëpunim edhe në laminë e kulturës, edhe në laminë e sportit, po edhe në zhvillim ekonomik, edhe kjo do të jetë me benefit dyanshëm. Natyrisht bisedum edhe për temat në nivel nacional, sa i përket rezultatit zgjedhjeve tashme edhe proceseve integruese evropiane për me kthy Kosovën në rrugë drejt, pa ajo do të varet nga rezultati i zgjedhjeve, mirë po na jemi optimistë se çdo gjë do të shkojë mirë. Du me falenderoj ambasadorën që ka ardhur na vizitu, edhe jam shumë i sigurt që këto vizita ndërsjella dhe ky bashkëpunim do të vazhdojnë. Ambasadorja Eva Mari me këtë rast tha se ne ishim në vizitë në një shkollë dhe pamë punën e mrekullueshme të nxënësve dhe mësimdhënësve, e pas së kësaj erdhëm tek kryetari, ku me këtë rast bashkë biseduam për një gamë të gjerë aktualitetesh dhe mësova nga kryetari se çka është rock muzika. Takimi ishte i mrekullueshëm, tha ajo. Came here from school where we were speaking with the students and teachers and principal. It was excellent visit and I really loved the students there being so outspoken and very warm. Mi qenë domethënë sot në shkollë në vizitë, kemi taku disa arsimtarë edhe pashtu disa studenta, edhe ambasadorja e theksoi që kishte një takim shumë i mirë dhe i potencoi që nxënësat kanë shumë aktiv në pyetje. Edhe tani jemi taku me kryetarin e komunës, folëm për masparje për çështjen e politike, çfarë gjendjen politike dhe pastaj çfarë bashkëpunime mundem me bëu në ekonomik, edhe në pashtën kulturore. Kryetari e kuptoi që fjalën rock, kështu që po besoj që keni folur për festivalin e rock muzikës. Tash jena tu mundu me gjetë një band të rockut nga Finlanda që marrë këtu me performu në Prizren. Kryetari Totaj që nga rizgjedhja tashmë në mandatin e dytë po pret mysafir të shumë të lartë, sidomos nga stafet e ambasadave.